العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm për ti falje ndihmë kërkojmë, përshëndetje, salavat, dua gjithherë i dërgëm të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati i nderuar, jemi në hutbën e parë pas muajit Ramazanit. Hutbën e parë apo ligjëratën e parë që do të flasim në këtë ditë xumaje pas muajit Ramazan është apo titullohet Kujdes nga shejtani. Kujdes nga shejtani për shkak se Allahu na ka treguar se shejtani është armik i Allahut dhe është armik i ini. Dhe Allah ka thënë pasi që shejtani është armik i Allahut dhe është armik i joni, ka thënë edhe ju ata me bë armik. Po ashtu e dim se në muajin Ramazan Allah Azza wa Jall i ka lidh shejtanët. Kurse me kalimin e muajit Ramazan shejtanët zgjidhen. Edhe e dini që edhe një kafsh nëse një kohë të gjatë, sikurse një muaj me majt të lidhur, me majt në pranga, dhe kur ta lirojsh e sheh dhe e kupton se si është aktiv. Dhe qëfar vepron, qëfar ban. Për llogaritën edhe shejtani një muj ka qenë i lidhur, kurse tash është i zgjidhur dhe llogaritën se qëfar aktiviteti është duke bë. Është duke nxitu dhe aktiviteti i tij, lodhja e tij, nxitimi i tij është neve me naj deviju rrugën. Neve me na i prish punë të mira të hajrit që i kemi bëhe gjatë muajit Ramazan. Dhe neve mos me na lejue që me vazhdu rrugës së drejtë dhe të mirë ashtu siç ishmi në muajin Ramazan. Allah çka thot në Kur'an? Ja ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan. Thot o ju të cilët keni besu. Allah Azza wa Jall na drejtohet neve, ju drejtohet besimtarve. Thot mos shkoni hapave të shejtanit, mos shkoni gjurmeve të shejtanit, për shkak se ai i cili i ndjek gjurmet, hapat e shejtanit, shejtani thot ju urdhëron, ju obligon për punë të shëmtuara dhe të irrituara. Pra nëse çuditesh që dikush e ka bon një punë të shëmtume, e ka bon një punë të fliqur, e ka bon një punë të keqe, e ka bon një punë shumë të ulët, ta di që kjo është nga hapat, nga gjurmët që dikush i ka ndjek hapat gjurmët e shejtanit. Ta di që këto e ka ndëgjue urdhërin e shejtanit, se shejtani njerëzit i urdhëron për punë të shëmtuara dhe të këqija. Dhe Allahu na ka tërheq vërejtjen, mos shkoni hapave të shejtanit. Dhe çdo mëkat, çdo ndalesë që Allah Azza wa Jall e ka ndalue, dije se është hap i shejtanit. Është vepër e shëmtuar dhe e keqe e shejtanit që duhet me pas kujdes. Allah thot në Kur'an: Alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Thot ju a nuk e shihni se na i kemi lshu shejtanët tek jo besimtarët, që ata i nxisin për punë të këqija. Pra shikoni, tek besimtarët Allah na ka tregu keni kujdes hapave të tij, se ju obligon për punë të shëmtuara, të irrituara, të këqija, të ulta,
Kurse tek jo besimtarët thot, na i kemi lshu, i kemi dërgu të ta shejtanët që i nxisin në punë të këqija. Dhe për ata, kur i se jo besimtarët çfarë punë të këqija bëjnë, çfarë punë të fliqura bëjnë, mos u çudit shumë, se Allah Zogjel i ka lshue, i ka dërguar të ta shejtanët, pasi që Allahun nuk e besojnë, ata i ka bo pasues të shejtanit dhe i nxisin me bo vetëm punë të këqija, vetëm punë të fliqura. Allah na ruajt, kurse neve Allahu na ka tërheq vretjen. Keni kujdes, e keni armik dhe mos shkoni hapave të tij. Po ashtu Allah thot në Kur'an: "Wa ma yattakhidhi shaytana waliya min dunillah." Ai i cili e ka marrë shejtanin mik duke e lënë Allahun Azza wa Jall, faqad khasira khusranan mubina, ka humbën një humbje të qartë. Pra çdo kush që bën mëkat, çdo kush që e pason mëkatin pas mëkatit dhe nuk i pendohet Allahut Dhul Xhelal, e ka bënë mik shejtanin, e ka bënë shok shejtanin dhe është larguar nga miqësia Allahut Dhul Xhelal. E kush e ka bënë mik shejtanin, ai vërtet ka humbë një humbje të qartë. Dhe nëse shihni që një njeri ka devijue, dini se ka devijue për shkak se shejtanin e ka bo mik dhe është larguar nga miqësia Allahu Dhul Xhelal. Allahu na ruaj. Çka thot Allahu tjetër vend për shejtanin? Ya'iduhum yumanihim, thot shejtani juve ju premton edhe ju jep shpresa. Wa ma ya'idumu shejtanu illa ghurura. Mirë po thot ta dini se shejtani nuk ju premton vetëm se mashtrim. Pra bane këtë mëkat, s'ka lidhje, nuk ka problem, nuk ka të lashe, ngraj, dije si kjo shpres edhe ki premtimi kot është në prej shejtanit, që d'vjen vesh, d'vjen zemër, d'vjen të dëshira dhe thot bëje këtë, se nuk ka problem, vazhdo, se nuk ka problem. Mirë po ta dish se ki premtimi kot, kjo shpres mashtruese është në prej shejtani që ai nuk premton vetëm se mashtrime. Allahu na ruajt nga shpresa dhe nga premtimet e shejtanit. Po ashtu Allah në Kur'an thot: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazg", thot tyje e nëse të godet ndonjë vese prej shejtanit, fasta'idh billah, kërko strehim Allah Dhul Xhelal. Pra shpesh njeri ka vezvese, apo ka citje të këqija, me bo gjuna, me bo mokat, me bo të këqija, me bo djedhje, me bo traftina. Po është edhe punë të mira, shejtani të vene dhe të banë vezvese. Thot abdesin se ki në regull, duesh me mora pet, duesh mu pashtru apet, mos u falë se ti nuk di mu falë, e prish abdesin. Pra leje në punë të këqija që të banë vezvese, të nëzit mi bo, po edhe në punë të mira shejtani të banë citje, vetëm me të larguen nga punë të hajrit. Allah thot nëse të ka arë kjo citje, nëse të ka arë kjo dyshim, kjo vezvese, thot dije se ashtën prej shejtanit. Çka me bo? Fasta'idh billah, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra nëse dhe vjen shejtani, citje, me bo mëkat, me bo gjuna, apo me të largu nga punë e mira, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, që dënë të thotu Allah, kërkoj strehim që të më ruash nga shejtani i mallkuar, për shkak se Allah është Semiun Alim. Allah Azza wa Jall dëgjon edhe din se kush jemi na, çka themi na, e din Allah çka kemi në shpirtin ton, e din Allah Azza wa Jall a kemi abdes apo nuk kemi abdes, a është namazi në rregull apo nuk është namazi në rregull. Pra qoftë punë të mira që me largu shejtanin, po qoftë edhe të punë të këqija që vazhdimisht në nëzit me shiku të këqija, me mendu të këqija, me bo vepra të këqija, thuaj fasta'idh billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe kështu shejtani largohet. Në ditë kiametit, çka ka me thonë shejtani? Shikone çka thot Allah Azza wa Jall: "Lemma qudiya al-amr", pasi që të mbaron çështja, të bëhet llogaria,
njerëzit të ndahen për xhenet dhe xhenemlit të shkojnë për xhenem, çka ka me thonë shejtani? Inna Allah wa'adakum wa'dal haq, thot Allahu për juve e ka premtu premtimin e vërtet, për juve besimtarve, kurse thot one premtimin e kum pas mashtrues dhe nuk kum pasën e pushtet me ju detiru juve që ju më arë pas meje. Mirë për ju keni arë me vetë dëshirë. Pra shejtani ka me majt ligjerat, ka me majt khutbe ditën e kiametit xhenemlive, posa qërisht ata të cilët e kanë pasu shejtanin, i kanë djek hapa të shejtanit, kanë ju thonë, Zoti, Allahu juve ja ka premtu premtimin e vërtet dhe e pat, kurse on premtimi im ka qenë premtimi i rrejshëm dhe s'kum pas pushtet tune që m'ju detirue ju me arë pas meje. Mirë po keni arë me vetë dëshirë, tash s'ka mundësi as one m'ju shpëtu juve, po as ju nuk keni mundësie mu me më shpëtue, mos e fajsoni askan vetëm vetë vetën e juve. Allahu na ruajt. Kjo pra është ligjerata që iblisi shejtani ka me mbajt ditën e kiametit. Allah na ruajt nga sherri i tij. Me kaq shkurtimisht e kishmi këtë temë që pas muajit Ramazan të jemi të kujdesshëm nga hapat, veprat e ndita, të këqija të shejtanit, për shkak se sa janë zgjidh dhe janë shumë aktiv tash që neve mena devijue në rrugën e drejtë, për shkak se ajo puna e shejtanit. Pra puna e shejtanit është vazhdimisht me punue deri në ditë kiametit, që është betu iblisi, është betu në Allahun, ka thonë deri sa të bon kiameti, one ka me vazhdue që ata mi devijue, mi largue nga rruga e drejtë, rruga e Allahut dhe rruga e Muhamedit sallam. Mirë për njerëzit që e kanë frikë Allahun azza wa xal, janë të sinqert, nuk kanë mundësi që mu bo mik me shejtanin, nuk kanë mundësi që ata mi ndjek hapat e shejtanit. Allah na ruajt nga e keqja e tij. Dhe për fond, mos të harrojmë, ende jemi në muajin Shawal. Ka thonë Muhamedi alayhis salam, ai cili pas Ramazanit e pason Ramazanin duke agjëru edhe 6 ditë të Shawalit, është sikur se me agjëru e tër vitin. Pak nëse kena mundësi, inshallah na kanë metë edhe 3 javë mi agjëru këtë 6 ditë. Nuk është kusht për çdo ditë, mund është 1 ditë po, 1 ditë jo, mund është 2 ditë po, 1 ditë jo, me rëndësi deri sa të kalon muaji Shawal, që inshallah me mor edhe këtë shpërblim që me në llogarit sikur se kemi agjëruar tër vitin. Aquli qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.